Tetori njihet si muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, një fushatë globale që synon të nxjisë gratë dhe vajzat të kujdesen për shëndetin e tyre dhe të kryejnë kontrolle të rregullta. Megjithatë, këtë vit ky shërbim në qarkun e Elbasanit nuk ofrohet më përmes mamografive lëvizëse, të cilat më parë sillen kontrollin më afër komuniteteve të largëta. Përveç qytetit të Elbasanit, asnjë nga 6 bashkitë e tjera të qarkut nuk ofron këtë shërbim, duke i detyruar gratë të udhëtojnë për kilometra të tëra vetëm për një kontroll. Dëgjoti, për gratë sidomos është shumë e nevojshme, se ne sidomos ne që punojmë për fshatra, me fjalë hasim çdo problem. Edhe e kam vitin e dytë këtë që na pushova. Në Kushova e Gramsht. Është larg nga atje të vini ta bëni mamografinë në Elbasan? Larg janë nuk vemi dot, nuk themi dot në shtëpi, aq larg është. Do bëjmë 2 linja, 3 linja që të shkojmë të arrijmë deri në fshat. Më përpara di që mamografia bëhet në Gramsht. Sa e mirë do ishte që mamografia të vazhdojë të bëhet atje? Sa e mirë, atje duhet të mos për Gramshin atje, pse të na bien këtu. Ja do rrim gjithë ditën tani. Kemi ardhur që në 8 këtu, ne i menda do rrim apo vetë ora 2. Emocion? Po, kurse ke bërë ndonjëherë, se nuk e dim si do kemi gjendjen e shëndetit. Nga cila zonë vini? Ne jemi nga Kodovjati, Gramshit. Sa kohë të desh nga Kodovjati për të ardhur këtu? Po, 1 orë është nga Gramshi. 1 orë e ca. Nga Kodovjati pastaj është gjys ore, 20 minuta. Vynë të bënim Gramsh, kontrollin. Po Gramshi është shkrehur fare, s'ka as doktor, jo të ketë mamografi. Ne vim nga Gramshi, do ta bëjmë këtu për më mirë, për më të sqaruar më mirë, për më të saktë. Jo, nuk ofrohet. Po do ishte më mirë, po të ishin të sakta, jo, siç thonë vinë, ngrejnë makina rrugëve dhe hajde bëj kontroll ikë dhe je mirë, kur shikon ti, shqetësime sa duash. Unë për vete është e treta herë që e bëj, për gratë them sa më të kujdesshme të jenë për veten e tyre, më shumë do të bëjnë kontrolle. Kjo është e gjithë. Elbasani vijon të përmendet si qarqet me numrin më të lartë të tumoreve, përfshirë edhe kancerin e gjirit, ku shkaqet mjedisore duket se kanë ndikimin e tyre.